Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Në lidhje me gjestin, Loredana reagon për herë të parë. Loredana Brati ka reaguar publikisht pas deklaratave të Xhenetës dhe aludimeve të shumta në rrjet për një lidhje të mundshme mes saj dhe Gjestit. E gjithë situata nisi pak ditë më parë kur Xheneta gjatë një bisede të fundit u shpreh zhgënjur duke ngritur dyshime se mes shoqes së saj dhe ish të dashurit kishte nisur një romancë. Megjithatë, përgjigjja e Loredanës nuk ka vonuar. Përmes një lidhje telefonike në një emision, ajo ka mohuar kategorikisht çdo përfshirje romantike. Unë Gjestin gjithmonë e kam parë si një vëlla të vogël. A mund të krijohet lidhje me një person që është si vëlla? Ne nuk kemi takuar dhe kemi shumë kohë që nuk flasim, u shpreh ajo. Më tej, Loredana theksoi se këngëtari nuk përshtatet me preferencat e saj, duke shtuar me tone ironike. Unë kam gusto të tjera për meshkuj, duan të më bien në qaf, le të më bien. Lidhur me fotot që qarkulluan në rrjetet sociale, ku të dy shiheshin në të njëjtin ambient, Loredana sqaroi se gjithçka ka qenë një rastësi e pa planifikuar. Ishte rastësi, më thanë që aty ishte Gjesti dhe unë thash varja, sepse dihet që unë nuk kam pëlqim për të. Ju betohem që nuk kam pasur ndonjëherë pëlqim për të. Me këto deklarata, Loredana e ka dhënë fund njëherë mirë çdo thashë themi për një raport të mundshëm mes tyre, duke sqaruar përfundimisht pozicionin e saj.